Nëse shfletoni autobiografitë e njerëzve më të pasur dhe mënyrave se si njerëzit pasurohen përgjithësi, se si u vjen pasurimi, del në pa një rregull i padukshëm. Pasurimi i madh i vërtet nuk u erdhi duke punuar 8-4, duke punuar me 3 turne apo duke mbajtur stresin e 3 bizneseve njëkohësisht. Nuk është kjo. Pasurimi i vërtet ju erdhi, fluksi i madh, leku i jetës, erdhi nga pozicionimi strategjik. Strategic alignment. Pozicionimi në anën e duhur të asaj që po vjen, me njerëzit e duhur, me grupin e duhur, me asetet e duhura, në momentin e duhur. Dhe ajo që po vjen është një sistem i ri financiar botëror, që po konfigurohet i gjithë i prapakuintave, në heshtje të plot, pa buri, pa lajme shumë, pa debat, në raporte që njerëzit e zakonshëm as nuk i kuptojnë fare, dhe në mënyra që njeriu i zakonshëm, njeriu i thjesht, do shkojë te banka e tij, pa e kuptuar fare se i gjithë sistemi prapa saj është ribër i gjithë 100%. Dhe kjo ribërje sistemi financiar botëror po diskutohet haptas në banka qendrore, forume ekonomike, në institucione financiare, por kjo po bëhet me një gjuhë të koduar që për njeriu në zakonshëm, pa njohuri të thella nga financa, i duket gjuhë e huaj komplet, e pa kuptueshme, e pa dëshifrueshme. Futuni në Google vetë dhe shikoni, kërkoni për Central Bank Digital Currency, CBDC Implementation Timeline, ose Asset Tokenization Framework. Do të gjesh më mira faqe, por në një gjuhë teknike që të bën të mendosh ç'a lidhje kanë gjithë këto gjëra me mua. Por është gabim. Ka të bëjë gjithçka me ty. Dhe a e dini ku na kanë fshehur të vërtetën kësaj here? Mo përpara syve. Le të bëjmë si fillim një test të vogël për të parë veten se ku je, sa informuar je me trajektoren që po merr bota, ku po shkon bota. E para, nëse pas 1000 ditësh nga sot ndodh që inteligjenca artificiale krijon një video perfekte të gjyshes tënde, zëri i saj, fytyra e saj, lëvizjet e saj janë identike, duke thënë gjëra që ajo nuk i ka thënë kurrë, por askush nuk po e bën dot dallimin dhe videoja po bën xhiron e botës online. Ti bën një status duke thënë se ajo është një video e gjeneruar nga AI, por video vazhdon qarkullon pa ndalim nëpër internet. Një tjetër person prodhon klonin tënd, duke thënë gjëra që ti nuk i mendon e as nuk i ke thënë kurrë. Identiteti yt pra kopjohet e vërteta jote zhduket. Realja dhe artificialja shkrihen me njëra tjetrën në mënyrë të pandashme. Dhe tashti vjen pyetja që ndan të informuarit nga të pa informuarit. Si do ta zgjidhim ne këtë kaos, këtë kasaphan identitetesh? Cila mendon se do të jetë zgjidhja për këtë? Nëse në mendjen tënde erdhi fjala blockchain, urime, nuk kam punë me ty. Nëse kjo fjalë nuk të erdhi në mendje, mos u shqetëso. Je eksaktësisht aty ku duhet jesh. Pyetja e dytë. Një nga fjalët më të përhapura në botën e financës sot është asset tokenization. E ke dëgjuar diku gjatë kësaj jave këtë fjalë? E ke lexuar diku? E ke diskutuar me dikë këtë fjalë? Nëse po, je para 95% botës me informim. Bravo qoftë. Nëse jo, në këtë video do ta kuptosh pse ky tok fjalësh pas 1000 ditësh do ta dëgjosh gati për ditë. Dhe pyetja e tretë është, nëse botën që do të vi pas 1000 ditësh, ti shkon në një market dhe blen një brand orizi çfarëdo. Por në momentin që paguan ndodh diçka magjike. Nuk je vetëm një konsumator, bëhesh automatikisht aksioner i kompanisë. Me aq aksione sa është çmimi që ke bler produktin. Çfarë do të thotë kjo? Nëse kompania rritet, aksionet e tua rriten. Nëse sepse ishe blerës i hershëm dhe vlera jote shkon lart. Çdo blerje tjetër që bën, i rrit aksionet tua në vijim. Ose kjo tjetra. I bën like një profili në Instagram. Ti e shpërndan rregullisht për mbajtjen e atij profili, bëhet viral. Profili rritet, nxjerr përfitime monetare nga reklama, bashkëpunim me produkte. Por, dhe kjo është një por e madhe, çdo like, çdo share, çdo koment që ti ke bërë që në fillim, janë aksionet e tua në suksesin e tij apo saj. Që do thotë që ti merr përqindjen tënde nga fitimet e tij prej kësaj automatikisht. Dhe pyetja e fundit tani është kjo. Cila teknologji do ta mundsoj këtë? Nëse në mendje të erdhën direkt fjalët Web3 dhe smart contracts, kontrata inteligjente, atëherë nuk kemi punë bashkë. Nëse jo, do t'i shohim gjitha me radhë dhe këto nuk do të mbeten më gjuhë e huaj për ty, as nuk do të mbeten mistere, edhe nëse nuk ke studiuar financa. Në këtë seri videos do të marrim gjithçka nga zeraja dhe do të bëjmë çdo gjë të thjeshtë, të kuptueshme
edhe nëse nuk ke studiuar në thellësi këto punë. Ti mund mos kesh as një Bitcoin, as një Ethereum, madje mund mos njohësh as kënd që ka të tilla, por ideja teknologjia që qëndron prapa tyre nuk mund të shpërfillet më, sepse është themeli i asaj që po vjen. Aq e rëndësishme është bërë ideja paras digjitale dhe kriptovalutave kohët e fundit, sa që po shihen si e vetmja mënyrë për të shmangur luftën e tretë botërore. Dhe të gjitha gjasat janë që i gjithë sistemi financiar po shkon drejt një ribërjeje nga zeroja, komplet prapa perdes, në heshtet plot, pa shumë zhurmë, dhe tani është koha që ti më shumë se kur du të jesh i informuar, du të jesh i përgatitur, që kur të vi momenti për të bërë lëvizjen, në momentin e duhur, të jesh i aftë, i përgatitur për të rrështohesh në anën e njerëzve të informuar. Në shumë vende të botës, edukimi mbi kriptovalutat është bërë lëndë që po e mësojnë nëpër shkolla fëmijët. Në vende si El Salvador, Singapore, Emirate dhe vende tjera, kriptovalutat janë lëndë shkollore, sepse nuk janë trend, nuk janë eksperiment, është e ardhmja që po vjen, dhe shtetet po përgatiten që brezi i ardhshëm të jetë i informuar për këtë gjë. Nuk po e bëjnë kot, por sepse është realiteti i ri që po vjen. Tashi, që të kuptojmë paranë digjitale, ose paranë e programueshme, siç quhet, duhet ja nisim nga themeli. Duhet kuptojmë bazat, çfarë është kriptografia, çfarë janë kriptovalutat, çfarë është një zinxhir bloqesh ose blockchain. Materiali bazë që do të na shoqërojë në këtë maraton videosh është këtu, por që sigurisht do t'ikim shumë e shumë për te i ti. Qa tjetër do të shohim bashk? Në fakt nuk ja keni idenë se çfarë do ju dëgjojnë veshët, sepse pasi të kemi bërë një panoramë të përgjithshme tërësore të paras digjitale, do të hyjmë në veprim, do të shkojmë, do të futemi në Binance, do të shohim se si mund të bësh zotërues real live i kriptovalutave. Do të shohim veprimet bazë me to dhe se si sigurohen ato që të mbeten vërtet tuat. Pastaj do t'ju them 3 kriptovaluta që 99% e njerëzve as nuk ka dëgjuar fare për to, as nuk ua di emrin, por sipas studimeve dhe kërkimeve të mia dhe mbeso, kam studiu goxha kohë, janë kandidatet që do të bëhen themeli i sistemit të ri financiar, sepse në të vërtetë nuk janë kriptomonedha. Ato janë teknologji që do t'i shërbejnë botës së ardhshme. Një ditë bukur pranvere, 3 burra, 3 profesor, matematicien, u mblodhën në zyrë dhe i shtruan vetes një pyetje. A është mundur që koncepti i besës, pra i besueshmërisë, i mbajtjes së fjalës, i korrektesës, të mos vazhdojë të jetë më një çështje e karakterit të njeriut, por të shohim nëse e kthejmë në formulë matematikore? A mund të kthehet pra besa, besueshmëria në formulë matematikore? Është për shkak të këtyre 3 zotrinëve që koncepti i besës, i besueshmërisë, kaloi nga një çështje sociale njerëzish me njëri tjetrin në një ekuacion matematikor që u zgjidh e që quhet RSA encryption. Encryption do të thotë shifrim dhe RSA qëndron për Rivest Shamir Adelman. Ditën që formula RSA u shkruajt, shifrimi RSA po atë ditë në heshtje të plot filloi ndryshimi i fatit të gjithë njerëzimit. Fal shifrimit RSA nuk më intereson fare kush je ti, sa i sjellshëm je ti, djali i kujt je, nga çfarë familje rrjedh apo nipi i kujt je. Ti zotëron 2 çelësa, një publik që është si adresa e shtëpisë dhe një privat që është si çelësi i shtëpisë, dhe mua aq më intereson. Unë mund të dërgoj vlerë në drejtimin tënd, pa të njohur kurrën ty, pa më njohur kurrë ti mua, pa ndërhyr askush në këtë mes. Duke e ditur që ti kam nisur unë. Është e mrekullueshme apo jo? Do t'i rikthehemi kësaj gjëje me detaje në vijim përsëri. Sikur asgjë tjetër të mos kuptosh nga ato që do të them, ajo që kurrë nuk duhet të harrosh është kjo. Kriptografia në të vërtetë, në thelb, është inxhinieria e besueshmërisë. Kriptovalutat u krijuan për ditën kur njerëzit nuk do të kishin pikë besimi tek njëri tjetri, as vëllai te vllai, as te kompanitë, as te organizatat, as te shteti, as te askush. Fjala kripto do të thotë sekret dhe grafi do të thotë të shkruash. Kriptografi do të thotë të shkruash sekrete, mesazhe sekrete. Dhe është një degë matematikës. Kriptovaluta, Bitcoin, është monedhe frikës dhe u krijua si rrugë zgjidhje për ditën kur të arrinin tek ajo që quhet shoqëria e mosbesimit, e njerëzve të pabesë, e qeverive që mbyten në borxhe, e bankave, e korporatave të pandershme dhe hileqare. Dhe ajo ditë erdhi.
Nëse ke para në bank, ajo që në të vërtet ke është një rresht në librin e llogarive të bankës që tregon se sa para ke. Është shumë e përshtatshme që paratë të jenë numra në kompjuter dhe të ndryshojnë ato sa herë duam, se sa të zhvendosim thas me ar apo kartë monedha. Nëse zotron një aksion, ajo që ke në përgjithësisht është një rresht në një listë të mbajtur nga kompania apo një entitet tjetër që regjistron kush zotëron aksione. Nëse ke një shtëpi, gjërat janë më ndryshe. Kemi një shtëpi të vërtet pra prej muri, hekuri, druri të përfshirë në këtë mes. Por edhe pronësia jote mbi shtëpinë është ndoshta e regjistruar diku në një bazë të dhënash. Në Shqipëri kjo shpesh do të thotë se ekziston një regjistrim i kontratës shitblerjes tënde diku te ato dosjet në budrumin e hipotekës. Në një farë mënyrë, gjëja e rëndësishme është se vetë shtëpia pra, ke çelësin e derës kryesore, gjërat e tua janë aty, fqinjet e tu nuk do të habitshin të shikonin ty duke hyrë në shtëpi apo duke dalë nga shtëpia në mëngjes, por do të çuditeshin po të shihnin dikë tjetër që hyn brenda. Nga ana tjetër, ajo që ka rëndësi është edhe ai rreshti i shkruar në emrin tënd në bazën e të dhënave kadastrale. Një bank do të dojë që të sigurohet që ti ke titullin e pronësisë përpara se të t'jap një kredi. Një blerës do të kërkojë që regjistri i pronësisë të ndryshohet siç duhet përpara se ai të bëjë pagesën. Çelësi i shtëpisë pra nuk mjafton për të qenë shtëpia prona jote. Nuk është plotësisht e vërtetë që jeta sociale e jona, karriera dhe reputacioni yt përbëhen nga rreshta në bazat e të dhënave të Meta, të Google, të LinkedIn, të Microsoft, por nuk është as plotësisht e gabuar. Le të rikthehemi pak te shtëpia. Çfarë do të thotë të zotrosh një shtëpi, për shembull? Një mundësi është gjendja natyrore. Të zotrosh një shtëpi do të thotë ti je brenda saj dhe nëse dikush tjetër përpiqet të hyjë, ti je më i fortë se ai dhe e përzë. Po që sa ai është më i fortë, atëherë tani ai e zotron shtëpinë. Një mundësi tjetër është ajo që ti mund ta quash fshat. Të zotrosh një shtëpi do të thotë se ti jeton aty dhe fqinjet e tua din këtë. Nëse dikush përpiqet të hyjë, ti dhe fqinjet tuaj bëheni bashkë dhe jeni më të fortë se ai. Pronësia e shtëpisë pra ndërmjetësohet shoqërisht nga një rrjet i ngushtë dhe i besuar njerëzish. Një mundësi e tretë është ajo që mund ta quajmë shtet. Të zotrosh një shtëpi do të thotë se shteti mendon se ti zotron shtëpinë, dhe nëse dikush tjetër përpiqet të hyjë, shteti do ta nxjerrë jashtë. Pronësia e shtëpisë pra ndërmjetësohet shoqërisht nga qeveria. Baza e të dhënave kadastrale është një mënyrë për qeverinë që të mbajë shënim kush ka çfarë. Nuk ke pse ti besosh fshatit apo një personi të fortë, duhet ti besosh vetëm sundimit të ligjit. Nuk ke as pse të jetosh aty përgjithmonë sepse njohuria e qeverisë mjafton, mund ta japësh shtëpinë me qira, dikush tjetër mund të hyjë aty me lejen tënde, pa asnjë merak. Nëse ja heq ti lejen, shkon te qeveria dhe i thua që personi ka mbaruar kontrata dhe qeveria do ta nxjerrë atë jashtë brenda kornizës ligjore. Paraja është pak a shumë e ngjashme. Lingotat me ar janë në një formë thjeshtë e saj, por janë të rënda, jo praktike. Një sistem ku bankieri yt i besuar mban lingotat për ty dhe të jep nota krediti që ti mund t'i përdorësh në degët e bankës që drejtohen nga kushiri i tij, është një sistem goxha i mirë, megjithse bazohet te mirëbesimi, tek besimi midis teje dhe bankierit, si dhe mes bankierit dhe kushirit vet. Një sistem bankar pa asnjë lidhje personale me ty, ku sportelisët janë të panjohur dhe ti gjithsesi përdor një bankomat, kërkon besim te sistemi. Besim që bankat janë të kufizuara nga rregullimi shtetëror, nga reputacioni ose nga forcat e tregut dhe kështu do të sillen siç duhet. Të thuash pra se jeta moderne zhvillohet në baza të dhënash, në databaza, do të thotë mbi të gjitha se jeta moderne kërkon shumë mirëbesim. Kur thua databazë, automatikisht ke thënë mirëbesim. Dhe ne kemi mirëbesim tek mbajtësit e databazave tona. Ndonjëherë ne besojmë sepse i njohim njerëzit dhe i konsiderojmë ata të besueshëm, por më shpesh bëhet fjalë për një besim më të gjerë, më abstrakt tek sistemi në përgjithësi, tek ligjet, tek regjistrat dhe ruajtja e balancave midis tyre. Ne e marrim mirëqen se duhet të besojmë sistemeve që përdorim, sepse është më e lehtë edhe për ne dhe zakonisht ky supozim funksionon. Kjo është një arritje e madhe dhe shpesh e nënvlerësuar e modernitetit, fakti që ne zakonisht u besojmë atyre që mbajnë databazat e të dhënave dhe fakti që ata në shumicën e rasteve janë vërtet të besueshëm, nuk është një arritje e vogël.
Por ne nuk u besojmë gjithmonë atyre dhe ata nuk janë gjithmonë të denjë për besimin ton. Ndonjëherë thjesht nuk janë. Ka banka të cilave nuk u beson që t'i mbajnë paratë tua dhe vende ku nuk i beson sundimit të ligjit që t'i rregullojnë ata. Ka qeveri të cilave nuk u beson që të mos konfiskojnë paratë tua nga bankat, të ndërhyjnë në rezultatet e zgjedhjeve apo të ndryshojnë regjistrin e pronave dhe të marrin shtëpinë. Ka kompani të mediave sociale të cilave nuk u beson që të mos bllokojnë llogarinë tënde një ditë pa pritur në mënyrë komplet arbitrare. Shumica e njerëzve, shumicën e kohës jetojnë në një botë me mirëbesim të lartë, ku është më e lehtë dhe më e arsyeshme të besosh se ndërmjetësit që menaxhojnë databazat tona do të sillen siç duhet. Por jo të gjithë kudo janë kështu dhe jetojnë kështu. Edhe në SBA, mirëbesimi ka rënë, krizat financiare të vitit 2008 shkaktuan dëme të mëdha dhe të pashlyeshme në jetën dhe në besimin e shumë njerëzve ndaj sistemit bankar. Njerëzit u besuan bankave që ato do të bëjnë gjëra të bukura, të sigurta, shoqërisht prodhuese me paratë e tyre. Dhe doli se ato po bënin fluska të rrezikshme që shkaktuan një krizë ekonomike. Pas kësaj, për shumë njerëz u bë vështirë të besonin bankave që t'i mbajnë kursimet e tyre. Ne i lam parat, pra ata i lanë parat në banka në mirëbesim me shpresën se banka do të bëjë gjëra prodhuese, gjëra të bukura, edhe jo të luajë bitxhoze të rrezikshme me paratë tona, që nuk do të financojnë fluska ndërtimi. Dhe ditën kur ne do të na duhen paratë, ato do të na rrinë pronto të na japin dhe jo të na orvasin nëpër formular të pafundëm. Mirëbesimi pra është si vaj që mundëson lëvizje në të gjithë mekanizmit të jetës moderne. Përveç këtyre ti mund të kesh edhe një kundërshtim tjetër filozofik ndaj vetë konceptit të besueshmërisë. Edhe nëse banka jote ka një rekord absolutisht të përkryer në mbajtjen e llogarive, kjo mund të mos jetë e mjaftueshme për ty. Si e di unë që do të mi kthesh paratë mia, mund ta pyesësh krejt sinqerisht bankierin tënd. Dhe banka do të thotë, ja ku i ke raportet e fundit të auditimit. Dhe ne jemi siguruar nga korporata e depozitave europiane, dhe ne nuk kemi patur kur një rast të vetëm që nuk i kemi dhënë dikujt paratë e veta. Dhe ti do të thuash, okay, shumë mirë, e shkëlqyer, por si garantohem unë që ju do të vazhdoni kështu edhe në të ardhmen? Nuk e di. Mirëbesimi pra është i ngulitur në sistem, është një parakusht. Edhe nëse je krejt okay me parimin se duhen lënë gjërat në mirëbesim të mbajtësve të databazave moderne tona, mund të kesh gjithashtu një kundërshtim tjetër. Këto databazat e dhënash nuk janë gjithashtu dhe aq të mira. Një pjesë e madhe e sistemit bankar është i shkruar në një gjuhë programimi të vjetër të quajtur COBOL. Në SBA njerëzit ende shkruajnë çeqe letre duke i dërguar me postë, për të mos folur pastaj për regjistrin e pronave. Nëse blen një shtëpi, duhet të shkosh në një ceremoni notariale, ku të përshpëritet akti i shitjes apo i blerjes që të lejojnë që të zotrosh shtëpinë apo ta shesësh atë. Kjo mund të zgjasë me orë të tëra. Pastaj blerësi depoziton shumën te llogaria bankare e noterit, pastaj noteri bën aplikimin NASHK për ndryshimin e pronësisë së hipotekës, pastaj hipoteka verifikon dhe lëshon certifikatën dhe pastaj noteri zhvendos shumën nga llogaria bankare te ajo e shitësit pronës. Nëse ti ke një formim bazik se si duhet të funksionojë një bazë të dhënash, një database pra, atëherë me shumë gjas ka patur një moment ku mund ta kesh pyetur veten krejt sinqerisht, pse nuk kemi një databazë të përgjithshme që e lejon se cilën prej këtyre databazave të institucioneve të komunikojë me njëra tjetrën. Nëse banka jote po mendon të t'jap një kredi, ajo duhet jetë në gjendje të kërkojë automatikisht në bazën e dhënave të ASHK-s, të pronave dhe të gjej se ti e zotron shtëpinë, në vend që ty të duhet të dërgosh dokumenta për të vërtetuar këtë, dhe duhet të jetë në gjendje banka të kërkojë automatikisht në regjistrin e kontrollit të automjeteve dhe të shoh pronësinë apo historikun e sjelljes tënde në timon, dhe duhet të jetë në gjendje të shoh regjistrat e gjykatës nëse je gjykuar ndonjëherë, të shoh nga regjistri i zyrës përmbarimore, nga regjistri i drejtorisë së burgjeve. Pra, sikur ti rishkruanim të gjitha këto të dhëna, të ndara në secila në kutitë e veta dhe t'i bashkonim në gjuhë moderne kompjuterike në një databazë të madhe të vetme, që ato të mund të japin dhe të marrin me njëra tjetrën më shpejt. Nëse do ta bënim këtë, do të kishim prodhuar një databazë dhe do ta quanim databaza e jetës. Ku unë nëpërmjet telefonit mund të dërgoja para në drejtimin tënd në këmbim të shtëpisë tënde dhe nënshkruaj elektronikisht dhe gjithçka mbarohej, bum. Me gjithçka tjetër do të merrej kjo databaza me anën e dokumentave dhe s'do të ishte afare nevojshme për ne, pikë mbaroi. Kjo do të ishte shumë e përshtatshme. Kjo do të ishte shumë e fuqishme.
kjo do të ishte gjithashtu edhe shumë e frikshme, sepse do të vendoste shumë presion mbi mirëbesimin, sepse tani kemi vendosur të gjitha vezët në një sport. Tani të gjithë mirëbesimin që kishim të shpërndar pak nga pak të hipotekat e bankat, të KSH-ja, të noteria tjera me radhë, tani po e delegojmë të gjithin mirëbesimin tek një person i vetëm, tek mirëmbajtësi i databazës së jetës tonë. Kushdo që do të drejtonte atë databazë të vetme unike të dhënash, në një farë kuptimi do të drejtonte shtetin dhe jetën tonë. Tashi pyetja dramatike që kam unë është kjo. Kujt do t'ja besoje ti për ta bërë këtë gjë? Kush është ai person prej mishje, prej gjaku, të cilin ti do të ndihesh e rehat t'ja mirë besoje këtë gjë? Edhe sikur të ishte gjallë Buda, jam i sigurt se gjysma e botës nuk do të ishin dakord. Konfucit, s'ma mërmendja. Jezusit, profetit Muhammed, nëse nuk do të gjenim konsensus pra për këto 4 figurat në dhatë njerëzimit, kush tjetër pra, cilit të gjallë, cila do të ishte zgjidhja pra në këtë situatë? Po sikur ta mbanim ne gjithë bashk këtë databazën e jetës. Në kohën kur sapo kisha filluar të studioja biologjin, isha shumë konfuz në lidhje me këtë konceptin e ADN-s dhe fillova të imagjinoj sikur ADN-ja është diku në një pozicion të trupit dhe prej aty ajo shpërndan informacion të gjitha qelizave të trupit, por nuk vënoj shumë të kuptoja si ja kisha kputur komplet kot me këtë hamendësimin tim. Në të vërtetë nuk kemi një ADN qendrore që u jep informacion të gjitha qelizave se çfarë duhet bëjnë, por çdo qelizë e trupit mban brenda vetes një kopje të ADN-s së gjithë organizmit. Ne kemi me triliona qeliza dhe çdo njëra prej tyre ka një kopje të gjithë ADN-s së organizmit. Sa inteligjente kjo. Nëse ADN-ja pra është databaza e jetës dhe natyra ka vendosur që çdo qelizë të ketë një kopje të asaj databaze, asaj ADN-je. Atëherë pse të mos bëjmë edhe ne të njëjtën gjë me databazën tonë? Pse të mos imitojmë inteligjencën e natyrës? Zgjuarësia më e madhe është të dish si të imitosh natyrën. Dhe në fakt, dikush e pati zgjuarësinë që të bënte pikërisht këtë.